Situata e bujqësisë në juglindje të vendit është rënduar ndjeshëm pas valës së fundit të motit të keq. Rreshqet e dëborës të shoqëruara me temperatura ekstreme që zbritën deri në -7 gradë Celsius kanë shkaktuar dëme të mëdha në pemtoret e zonës, veçanërisht në ato të qershive dhe kumbullave, të humbura tashmë. Por shqetësimi më i madh lidhet me kulturën më të përhapur në rajon, mollën, e cila është dëmtuar në një mas që kalon 80%. Temperaturat e ulta që mbajnë këtë javën e fundit ka qenë dëmtime shumë të mëdha për droftotorët. Me fjalë dhe fermerët që merren me kultivimin e pemëve, të mollës, qershisë, kumullit, kryesisht edhe bërthamorët, ka pas dëme të konsiderueshme. Me fjalë ne shpresonim që ke molla do kishte më pak dëme, por shkojmë që edhe ke molla ka avancuar shumë dëme. Gati mbi 80%. Një tjetër banor i fshatit Dvoran, paqësor Hulli, pohon se të gjithë fermerët në zonë janë të dëmtuar rënd dhe shumë prej tyre mund të falimentojnë këtë vit. Shpenzimet janë të mëdha, sepse çmimet e plerave dhe pshterave janë të jashtëzakonshme, nga 80.000 që kanë qenë daprat, 140.000, e sikletet e rënda sa s'ka ilaçe të shtrenjta, shumë të shtrenjta. Në Dvoran edhe tërë këta që janë frutikulturë që të gjithë janë mbaruar. Aktualisht në juglindje të vendit janë të mbjella rreth 4.200 hektar me pemtore, nga të cilat 3.600 hektar janë me mollë. Sipas vlerësimeve paraprake, rreth 1.500 hektar janë dëmtuar në mas. Fermerët kërkojnë ndërhyrje të menjëhershme nga institucionet për të vlerësuar dëmet dhe për të garantuar mbështetje financiare.